Përshëndetje, flasim për sa përket pikërisht datës 18 tetor të 2025. Duket se është një ditë që ka rëndësinë e vet, ka mundësinë e artë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa bisedime telefonike mund të bëhen, sepse si fundjavë edhe si mundësi që jepen në çështjet që kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me disa ndryshime, por gjithashtu është edhe një moment shumë pozitiv ku gjërat do jenë më ndryshe dhe ka një çështje që lidhet me ekonominë dhe stabilizimin. Zakonisht të kuptojmë dita e shtunë ka një kuptim ndryshe sepse është dita e Saturnit ku bëhen disa blerje ose disa bisedime, disa probleme që keni pasur para disa kohëve, duke se do t'i zgjidhni nga dreka. Mërkuri në trekëndësh me Jupiterin nga Gaforia u jep një mundësi shumë të mirë dhe momenti që ka të bëjnë hëna është momenti më i mirë dhe më i sigurt për çështjet e financës dhe për bisedimet e rëndësishme që do kemi tani e tutje. Nuk diskutohet sepse kjo ditë është mjaft e mirë dhe biles ka të bëjnë edhe me disa çështje madhore financiare dhe disa ndryshime të papritura që mund të ndodhin gjatë kësaj dite, që do të thotë lidhje me punë ose një takim i papritur mund të jetë edhe mjaft pozitiv, sepse gjërat e papritura nga janë edhe mbreti gjithçkaje, asaj që nuk është për të mirë, për të keq, dhe është edhe diçka shumë e mirë dhe lidhet me punën, lidhet edhe me çështje që mund bisedoni për një shtëpi, mund bisedoni për një makinë, mund bisedoni për një blerje pra të rëndësishme, pak rëndësi ka se çfarë mund të jetë ajo. Por e përgjithshmja është mjaft ditë e mirë dhe jo diçka shqetësuese. Por pas se të fillojmë me parashkimin e 12 çave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashkimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astro.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që juve dëshironi, mbi çështjet që juve keni dhe momentet që juve dëshironi të dini mbi disa gjërat të rëndësishme që do thotë ndikimi ekonomiko-financiar, një moment mjaft i mirë sepse do të zgjidhni disa problematika në çështjet e juaja, ajo që ju përket më tepër juve që dini që po do blej këtë paketë sepse kjo paketë më intereson në lidhje me anën e biznesit ose më intereson për diçka tjetër, për një udhëtim apo ku diun. Pra të gjitha këto përbëjnë gjëra të rëndësishme për çdo njeri që është interesuar për një parashkim të detajuar, jo parashkim diçka sa për të kaluar kohën. Dhe duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerës, shkojnë tek sekretaria dhe atje pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që dëshironi një parashikim dhe ose një pyetje, në kohën që ne jemi live, mund ta dërgoni mesazhin te ky butoni këtu, mund të shikoni se si funksionon dhe e dërgoni mesazhin kur jemi drejt për së drejti bashkë për të folur për gjërat që juve dëshironi me një mesazh dhe merrni përgjigjen direkt. Tani, nëse doni më tepër ose doni më shumë për gjithçka, në privat mund të flasim, ju e dini shumë mirë dhe vetë se si gjërat realizohen edhe flasim. Tani pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për juve të shenjës së Dashit duket se ndikimet që kanë të bëjnë pikërisht në këtë ditë të shtunë është një mundësi dhe një moment mjaft i rëndësishëm në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha që mund të keni tani tutje. Kjo do të thotë që është marrje vendimi të rëndësishëm, është koha e duhur për stabilizime, është koha e duhur për takime të rëndësishme që keni, apo keni disa mospërputhje në lidhje me dokumentacione dhe duhet bisedoni sot, dhe është e mundur për të biseduar. Dita e shtunë është ditë që sjell shumë gjëra në ndikimin dhe në anën tuaj dhe kjo bën që juve të ndjeni shumë mirë me veten tuaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për ju të shenjës së Demit, duket se jo për diçka që mund të jetë problem ose mund të keni diçka që nuk shkon. Gjërat janë në favorin tuaj dhe është një mundësi shumë e mirë përsa përket anës ekonomike financiare, përsa përket ndryshimeve dhe gjërave
që do të keni në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj, në lidhje me një takim, ky është takimi më fantastik, nëse do marrim kështu, një mundësi shumë e mirë në lidhje me ndryshimet e një pasnjëshme ose keni të bëni me anën e financave ose ju e që merrni me tregti, është diçka shumë e mirë dhe tërë pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me Ujor janë të mbara, pak vëmendje me Akrep të 10 diçit të parë. Do shkojmë tek shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Por juve të shenjës e binjakëve, nëse flasim se çfarë dhe ku mund të ndikohen ose mund të rregullohen disa gjëra, është momenti më i mirë dhe më pozitivi në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, ku kemi të bëjmë me anën e financave, ku kemi të bëjmë me disa gjëra që i keni lënë pezull dikur dhe kjo është diçka shumë e madhe në ekonomi dhe në stabilizime të mëdha që mund të keni tani tutje. Është periudha më e mirë që juve mund të shikoni sepse të përgatiteni javës që vjen, fundjava ka disa çështje të rëndësishme dhe disa ndryshime që do bëhen tani tutje, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar në gjëra të mëdha, në gjëra që do të rregullohen, do të stabilizohen disi në lidhje me anën e punës suaj, në lidhje me çështjet nga më pozitivizëm, më shumë pozitivitet dhe çështje reale i keni në anën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me peshk të diçit parë që është perfektja, po një ndikim dhe një nxitim i vogël që mund të bëhet, por është të mirën tuaj kjo, sepse bisedime që do bëhet, mirë do bëni, në lidhje me bisedime mos u shqetësoni nëse ata mund të t'japin një përgjigje të ftohtë ose të vakët, nëse jo, nëse po, por nuk mbaron aty. Nëse keni punë që është ka të bëjnë mes personi përballë jush, një person, që do të bisedoni në mënyrë tjetër për zgjidhur problemi që ju mund keni. Por në fushën e dashurisë me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë gaforja. Për gaforet tani për tani, nëse do flasim për gaforet janë mbeten shenjat më me ndikim në këtë ditë kaq të mirë, sepse mos harrojmë sepse hëna në një trekëndësh me Marsin dhe Jupiterin ka një ndikim shumë të mirë sepse lidhet me ekonominë aktuale tani. Është një moment shumë i mirë për zgjidhur problemin ose për zgjidhur çështjet të mëdha financiare, për zgjidhur çështjet që kanë të bëjnë me takime, kanë të bëjnë me vendime, kanë të bëjnë me ndryshime, po ndryshime të një pasnjëshme, sepse kjo kohë është mjaft e mirë dhe është mjaft pozitive dhe gjërat janë konkrete nga ana juaj, por megjithatë është edhe kjo periudhë që do të nxjisë disa gjëra në favorin tuaj, në kohën dhe momentin tuaj, por gjithashtu është një qetësi përpara stuhisë për punën që do vinë nga java tjetër, por juve i përgatiteni sot dhe kjo ditë e shtunë do t'ju ndihmojnë në këtë drejtim. Dhe jo vetëm kaq, por ka dhe gjëra të tjera që do të arrini të realizoni vetë juve pa ndihmesën e ndokuj. Dhe kjo është diçka shumë e mirë, sepse gjërat janë në anën tuaj dhe është një mundësi e mirë tani për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Akrep dhe Dash duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë Luani. Për Luanët, në fakt, Luanët kanë një ndikim tani në këtë periudhë, kanë pasur shumë gjëra që vërtet e lidhin me takimin e punës, e lidhin me çështjet me studimet, për ju që keni të bëni me studime, keni të bëni diçka me jashtë ose keni të bëni diçka që rregullat e lojës ju i dini shumë mirë për të realizuar, për të stabilizuar momentet e arta ekonomike financiare, momentet e arta në anën tuaj të pozicionimit të planeteve, sepse pak a shumë gjërat janë në të drejtën tuaj, në stabilizim, momentet që kanë të bëjnë tani për tani, është edhe koha shumë e mirë për sa përket stabilizimit dhe financave që ju do të keni. Megjithatë, edhe pse tani për tani mund të jeni pak në dilemë për disa çështje madhore, disa gjëra që vërtet mund të mërziteni, por mos mu shqetësoni fare, sepse kjo periudhë do të ta shikoni, do të kujtoni ka diçka shumë të madhe tepër pozitive në vendime që të merrni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me shikjetar duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë Virgjëresha.
Por ju të kësaj shenje duket se tani për tani është dhe periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që lëviz në çdo drejtim, në çdo ndikim dhe mundësi që mund të keni, sepse pozicioni i planeteve që ju jep një mundësi shumë të mirë tani në lidhje me takimet e punës, në lidhje me një moment të art që do të keni dhe çështje të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në fushën e karrierës suaj, por njëkohësisht dhe një moment shumë i mirë pozitiv në lidhje me disa ndryshime që do bëhen në anën tuaj, një çështje pune e re, një bisedë që do bëni për një shtëpi, për ndryshim shtëpie, po bisedoni me pronarin, bisedoni me persona të ndryshëm që është kohë shumë e mirë, dhe të gjitha këto përbëjnë një ndikim favorit dhe një diçka shumë të madhe që do të lidhen me anën e financave, do lidhen me biseda të rëndësishme, sepse kjo ka të bëjë shumë me anën e biznesit tuaj. Por, njëkohësisht edhe pse keni pasur disa probleme me çështjet aktuale, por kjo do të zgjidhet pikërisht ditën e sotme, do të zgjidhni problemin dhe nuk do të vazhdojë më tej. Do kemi edhe gjëra shumë të mira tani tutje, mos u shqetësoni fare, se juve e keni mundësinë dhe kjo do të thotë gjithmonë keni ndryshime dhe mundësi të arta, virgjëresha gjithmonë e kanë gjë të tillë. Në çështje shpirtërore me peshk është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Por ju të kësaj shenje, me këse peshoret kanë në vetveten e tyre, që do thotë për pikmërin, kanë stabilizimin, kanë ndryshimin e punës, të karrierës së tyre, por njëkohësisht është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv i gjërave dhe i ndryshimeve që kanë në fushën e karrierës së tyre. Momenti dhe koha, do që me vazhdim me kohën, ju i keni të gjitha mundësitë edhe në lidhje me disa ndryshime të mëdha financiare, bisedime të rëndësishme që do të keni, koha që do t'ju ndihmojnë në këtë aspekt është momenti më i mirë dhe i duhuri në këto gjëra. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me binjak duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Për akrepët, në fakt akrepët jo se kanë mundësi, nëse kanë një problem, ku di unë, ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, por ka dhe një gjë tjetër mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e dobishmja. Është e dobishme për punën, është e dobishme për karrierën, sepse edhe ndryshimet që bëhen tani tutje janë ndryshime komode, sepse do t'ju duhet të ndryshoni, do t'ju duhet të bëni disa gjëra shumë të mëdha në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit dhe disa çështje të tjera mund t'i lini pezull për punën tuaj dhe për çështjet që kanë një ndikim mjaft të madh në anën tuaj, por gjithçka mund të ndodhi në lidhje me ndryshimin e punës suaj, por gjithsesi akrepët janë gjendje të përgjigjen në çdo situate, edhe pse në vështirësi, por do të dinë të realizojnë. Ajo që do të themi në një trekëndër që bën Plutoni me Saturnin ka një ndikim shumë mirë, sepse po shikoni Plutoni është u kthye në rrugën e drejtë në ujor, që do qëndrojë vite kemi thënë këtë, është një mundësi shumë e mirë tani për sa i përket një ndryshimi apo një blerje që do të bëni tani e tutje. Dashuria duket se është me luan dhe ujor. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët tani për tani, edhe pse mund të jenë pak a shumë në fakt lart e poshtë për punën e tyre, për karrierën e tyre, se më lidhe me karrierën më tepër, por me sa duket është një moment shumë i mirë tani për punën tuaj, për marrjen e vendimeve të rëndësishëm në lidhje me ndryshimet e mëdha që do të keni dhe jo vetëm, sepse kjo periudhë është periudha që flet vetë se çfarë doni të bëni, ku doni të shkoni, por megjithatë shigjetarët kanë vënë në vijë shumë gjëra, por duhet jenë të kujdesshëm tani në fushën ekonomike. Edhe pse ditët e sotme ju paralajmëron është fjalë e madhe, po mos bëni shpenzime të tepërta që nuk ju duhen ose disa gjëra kësaj natyre, por gjithsesi është koha dhe momenti i duhur në vazhdimsi, në korrektësinë tuaj dhe në momentin që gjërat do të diktojnë dhe do të ndodhin në anën tuaj, në pozicionin e planeteve dhe kohës duhur që do të keni në këtë fushë. Është momenti më i mirë mushëm në stabilizimin ekonomiko-financiar. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëresht e diçit parë dhe me peshkët e diçit të tretë, duket se gjërat janë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Bricjapit. Për sa i përket shenjës së Bricjapit, meqenëse Bricjapët tani për tani mund të kenë diçka në mendjen e tyre, sepse lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me disa ndryshime dhe juve mund të nisni një punë të re dhe kjo është e mundur
të ndikoj ose të zgjidhen problemet, por gjithsesi për juve të kësaj shenje duket se është dhe koha, është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhje të problematikave të ndryshme, për zgjidhje të çështjeve që ju keni, edhe pse me vonesë, por mund keni pasur disa çështje që nuk i keni zgjidhur akoma, por bricapët e dinë shumë mirë se si funksionon. Bricapi gjithmonë asnjëherë nuk humbet në fushat e punës, por sot është dita juaj, është ditë e Saturnit. Pra kur kemi ditën e Saturnit, neve e themi me bindje të plot që po është kjo, edhe ndodh kështu. Prandaj ditën e sotme shfrytëzohet në maksimum ka për të fletur në punë apo në bisedime të rëndësishme për javën që vjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Peshore duket të mbara. Për bricapët gjithashtu juve që merrni me tregti, bëni diçka i bisedë sot atje ku merrni furnizimin, sepse atje ku merrni 5 lekë nga hera, mund t'ju thoni edhe fjalë të mirë që mund të merrni me 4 lekë. Sado është 4 lekë, nuk është 5 lekë. Pra mund të dilni të fituar. Në dashuri, duket se me gafore dhe me virgjëresh ka diçka shumë të madhe për bashkim familjar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Për ujorët, në fakt, tani për tani, duket se ka mjaft gjëra për të rregulluar, por nëse juve nuk jeni gati akoma, nëse doni të rregulloni diçka, të bëni diçka, por në anën tjetër janë gjëra që ndryshe mendohen, ndryshe gjykohet, por juve në gjykimin tuaj është një moment i mundësie mirë, mundësie art, mund ta thoja me bindje të plot që po, është dhe koha juaj, është periudha mjaft e mirë që do të zgjidhni, do të keni, do të realizoni në anën tuaj, dhe është momenti tani për sa përket punës, karrierës, ndryshimit, vendimit, është momenti juaj. Kemi një ndikim shumë të madh, pra siç e keni parë, siç e ndoqët ku ishim tek tema për sa përket ti ndikimi planetar në shenjën tuaj, si do thot Plutoni, do thot paraja, do thot stabilizimi, do thot ekonomia dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, me Akrep përgatituni. Shkojmë tek shenja radhës, janë peshqit. Për ju të shenjës e peshqeve, duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të bërë zgjidhjen e duhur. Për çfarë? Zgjidhja e duhur është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Stabilizimi i saj do thot momenti më i mirë i mundshëm dhe koha e artë për vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me virgjëresh është ideale. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi përsa përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme, të datës 18 tetor të 2025. Unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për një parashkrim të detajuar, kemi pikërisht këtë faqe astrologu.al, e klikoni, e shikoni, nëse ju pëlqen në një nga paketat që kemi atje, mund ta blini dhe numrin përkatës të blerjes, pastaj shkoni tek sekretaria, e klikoni dhe shikoni pastaj, flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për ju që doni që në kohën e jemi live, doni të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, pastaj dërgoni mesazhet dhe merrni live përgjigje. Në Unjër Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme.